të bazuara në interesat të ngushta partijake dhe jo në kuptimin e sigurimin të një sistemi zgjedhor që do të ketë një përfaqësim sa më të drejtë dhe demokratik në vend. Dhe mendoj që ndryshimi i fundit në vitin 2023, ku është rrit numri i votave preferenciale nga 5 në 10, është, për mendimin tim, jo demokratike në kuptimin e votës. Një qytetar ose një grup qytetar ka drejt ta ketë një përfaqësues në kuvendin e një vendi, kudo që tjetë, jo 10. Dhe nëse i sheni ata deputet të zgjedhur me votë preferenciale, në çdo kohë kur flasim për vota, votën preferenciale e quajmë votë reale, që s'është e vërtetë. Tash nëse një person i ka votu 10 individ nga ta zëmlëvizja dhe vendosi dhe i pari ka qenë Albin Kurti, këta 9 tjerë s'kanë votë reale. Vota reale është e para. Dhe thotë, kjo është ai problemi që për mu nuk qëndron sistemi jonë zgjedhor, edhe në kohën kur lëvizja dhe vendosje thirrej në legitimitetin e zonjës Haxhiu, vota preferenciale nuk është votë reale, dhe nuk kanë drejt të thirrën në atë votë, e para. Legitimitetin kuvend ta jep numri i deputetëve në kuvend, jo numri i votuesve për deputetë. Ka shumë mangësi në atë qasje. Po ashtu e kemi pa që partitë opozitare për ta ka qenë shumë e rëndësishme që të rritet numri nga 5 në 10, në mënyrë që ta kenë më lehtë të kontrollojnë se kush do të jenë deputet në grupin e tyre. E dim që në të kaluarën kanë pas probleme që ju kanë ikë deputet. Ose s'po ku kanë pas qëndrime autonome. Ose qëndrime autonome, edhe ajo, edhe ajo vlen, mirë po kemi pa që kanë ikë. Rastin e PDK-s e kemi. Po ashtu nëse marrim rastin e PDK-s, mendoj që është ndoshta edhe po ashtu edhe aty është një rast ku përfaqësimi nuk është shumë demokratik në kuptimin e regioneve të Kosovës, pasi që kemi një numër shumë të madh të deputetëve nga Drenica. Edhe kemi dëgjuar edhe nga anëtarë të Partisë Demokratike që kanë thënë që ata kanë qenë shumë disiplinuar dhe i kanë bërë thirrje votuesve në Drenicë që mos ta votojnë askënd jashtë Drenicës. Dhe në këtë aspekt e përsëris prap, nuk kemi përfaqësim të drejtë rajonal, dhe vota preferenciale po përzihet me votën reale që nuk është e njëjta. A i zhdasht mu shqyrtu në Kosovë modeli zonal zgjedhor, a është veç pyetje teorike që na e kthejmë her mas here? Unë nuk jam për. E kuptoj. Nështë nuk i kam argumente më mira në botë, po i kam 2 argumente kryesore për këtë. E para, ky sistem zgjedhor në mendimin tim modest është bërë që të nxjisë komunikimin midis partive politike. Edhe me idenë dhe më thënë që jemi shoqëri e cila ka dalë nga lufta, edhe do nxjisi kapacitet demokratike, edhe me problemet me minoritetet, është bërë që partitë politike, si në rastin konkret, të ulen, të diskutojnë, mos të radikalizohen, sepse edhe në kuptimin e gjuhës polarizuese kam fjalën. Mos të kenë gjuhë polarizuese gjatë fushatës, të bërit politik, sepse do vi koha që do të vi mëngjesi i nesër me zgjedhjeve dhe pastaj ato do të shohin që duhet me komuniku me